Zoti e ka lidh dashurin ndaj tij kadera e babës dhe nanës. I lumi ai që i ka gjallë, i lumi ai që i rrin gati, edhe ka fitu xhenetin të kamët e nanës, e të ndirësa ballit babës. Nana ka bart 9 muj në barkun e saj, e ka hek me na lind, e ka hek me na ushqy nga gjitë e saj, e ka hek me ne, për baba barën e ka pasë si me na mbajt dhe mbjetesën, që sot e kësaj dite, kur e mendoj, trupi më rënqethet. Ai që e dën xhenetin, çelësat e xhenetit e ka të bamirësia, e respekti e nderit të familjes. Në çelësat e xhenetit, a diku janë në xhepat e babës dhe të nanës. Respektin ndaj tyre. Ato e ki çelësin e xhenetit. Vallahi ai që i ka gjallë, e i lën vetëm, e nuk kujdeset për ta. Vallahi, jo 5, po 50 vogtele ti fal. Ku për ta që ka me qitë. Inshallah Zoti o dhëzan. Dikush edhe drejta. I ka gjallë e nuk i respekton. E ai se nuk i ka, ai lyp ku janë. Ai lyp ku janë, e i mungon baba, i mungon nana, por e ka mundësinë e artë nëpërmjet veprave të mira e sadakës që të bëhet bashkë me ta në jetën e përjetësisë. Zoti na i mëshiroft prindrit të vdekur e na rujt ata që kemi gjallë.